5 milion euro është borxhi i komunës së Strugës dhe nuk dihet shuma tjetër e borxhit që është në procedurë. Me këtë borxh është duke mbijetuar komuna, tha kryetari Mendi Qyra. Borxhi i cili është në bazë të përmbarimit është rreth 5 milion euro. Kurse borxhet tjera janë ekstra, të cilët nuk janë të dokumentuara për shkak se janë në procedurë sipër, të cilat llogaritën mandaje dhe argjimet tjera, kamate dhe tjerë. Dhe tani për tani ne jemi fokusuar te borxhi për 5 milion euro për të hequr kornizën e cila e dëmton zhvillimin e komunës së Strugës. Së fundmi, transportuesit e nxënësve nga disa fshatra të Strugës paralajmëruan bojkotin e transportit të nxënësve për shkak të borxhit të papaguar nga komuna. Kryetari Qyra për këtë fajin e adreson tek udhëheqësia paraprake e komunës. Për fat të keq bëhet fjalë për një borxh i vjetruar, të cilët e kërkojnë transportuesit dhe i akumuluar me vite të tëra, dhe sigurisht që nga ardha ime në pushtet kemi bërë pagesën prej 1.400.000 denar, kurse ka mbetur edhe 60, rreth 55.000 ose 60.000 euro për të paguar. Ajo që është më me rëndësi është të cekim se kjo është nxit edhe nga opozita, cila sidomos LSDM-ja, e cila ka dalë me një sqarim për borxhin e vet, të cilët e ka krijuar gjatë viteve të kaluar kur kanë qenë në pushtet, dhe kërkojnë nga pushteti aktual të bëjë pagesën. Transportuesit kanë biseduar me kryetarin e Strugës dhe bashkërisht kanë diskutuar se si mund të arrihet deri në një zgjidhje konkrete për situatën.